Këtë të premte, shqiptar nga troje të ndryshme kanë marrë pjesë në protestën barakombëtare në Tiranë në mbështetje të ish krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ngjarja organizuar nga komuniteti ish pjesëtarëve të UÇK-s bëri thirrje për drejtësi për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin, aktualisht të burgosur në Hag. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Gucati tha se protestojnë për të ngritur zërin për drejtësi. Ne sot po protestojmë, por për me të ngritë zërin për drejtësi, jemi këtu për me mbrojt luftën e shajt të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për me mbrojt gjakun e derdhur për liri dhe për me mbrojt nderin e çlirimtarëve tanë. UÇK-ja nuk ka nevojë me dëshmu se ka qenë ushtri çlirimtare. Këtë e ka dëshmuar vetëm historia, e ka dëshmuar populli, e ka dëshmuar varët e dëshmorëve të kombit, e kanë dëshmuar bota mbar pa në sytë e vetë krimet serbe në Kosovë. Sot përmes kësaj, gjykata të padrejta po gjykojnë jo krimet, por vetëm fajtorët janë si popull, po përpiqen me barazu viktimen me xhelatin, po duan me e njollos luftën tonë të shajt, të pasur për njeri, por ne nuk do ta pranojmë këtë, nuk do ta lejojmë me u përllos emri i komandantëve tanë, nuk do të heshtim kur po për këtë histori të popullit tonë. Ndër të tjera, Gucati tha se nuk do të lejojnë asnjëherë që emri UÇK-s dhe komandantëve të saj të përdhoset. Kjo protestë nuk ka lidhje me politikën, kjo është protestë e popullit shqiptar në zemrat e shqiptarëve. Ne nuk po kërkojmë mëshirë, po kërkojmë drejtësi, po kërkojmë barazi para ligjit dhe para historisë. Tirana sot është kryeqyteti i gjithë shqiptarëve. Sot nga këtu po i themi botës, Kosova ka luftuar për njeri dhe çlirim. Nuk ishim kriminal, por bie tanë të këtij kombi që dhanë gjithçka për atë. Prandaj ne deklarojmë qartë, gjykata speciale ka humbur çdo besim dhe çdo besim të shqiptarët. Proceset që po bëhen në Hag janë të njëanshme dhe të padrejta të dashur shqiptar. Kjo protest është thirrja e ndërgjegjës sonë kombëtare. Drejtësia e vërtetë nuk ka frikë nga e vërteta dhe ne jemi këtu për ta mbrojtur atë lavdi ushtrisë çlirimtare të Kosovës, lavdi gjithë të zhmorëve të kombit, liri për çlirimtarët tonë. Ish deputeti demokrat Azgan Haklaj ju bashkua protestës nga ku kërkoi liri për çlirimtarët. Pra në këtë shesh, ne jemi mbledhur për të bërë një beslidhje. Ajo beslidhje është beslidhja e botës shqiptare për të mbrojtur UÇK-n e lavdishme. Dhe kjo beslidhje është përballë botës serbe të shpallur nga slavët. Dhe ajo që na ka bërë bashkë është UÇK-ja, pra UÇK-ja e lavdishme, e cila ka nënshkruar faqen më të lavdishme të historisë sonë kombëtare. Që ditën që lindi, shtypi e quajti nëntori i tretë të shqiptarëve. Por sot çlirimtarët ndodhen në Hag me akuza të fabrikura, ndërmarrje e përbashkët kriminale. S'ka gjë më absurde. Ndaj sot ne jemi mbledhur për të mbrojtur të drejtën tonë, kauzën e drejtë të ushtrisë çlirimtare. Pjesëmarrës në tubimin drejtësi për çlirimtarët ishin mira shqiptar nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi dhe diaspora, ndërsa nuk munguan as figurat politike të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, përfshirë deputetët socialistë të Shqipërisë.